Kryeministri Hristijan Mickovski deklaroi se nuk do të mbështesë ndryshimet kushtetuese pa garanci të qarta se në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian nuk do të ketë më çështje bilaterale dhe identitare. Ai shprehu optimizëm pas samitit në Tivat, duke veçuar takime dypalëshe me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz. Sipas tij, po përgatitet një plan i ri që do të ngrejë nivelin e marrëdhënieve mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Моят оптимизам се темели на тоа што ја бев единствениот кој што од земјите од Западен Балкан имаше билатерални состаноци. Optimizmi im bazohet në faktin se isha I vetmi lider nga Ballkani Perëndimor që zhvilloi takime dypalëshe si me presidentin Macron ashtu edhe me kancelarin Merz. E di saktësisht çfarë u diskutua dhe çfarë do të pasojë në periudhën e ardhshme. Një pjesë e planit nënkupton mbylljen e disa klasterëve që do të thotë fillimi I negociatave. Nga ana tjetër, kryetari I LSDM-s Venko Filipçe, në konferencën ndërkombëtare Iniciativat e Shkupit, theksoi se procesi I integrimit evropian po hyn në një fazë vendimtare që vendi nuk duhet ta humbas. Какви той гаранции неговата влада барат? Нека каже. Или прашате го дали ги прашал европските званичници за време на состаноците И настаните кои што таму ги имале. Çfarë garanca shkërkon Mickovski dhe qeveria e tij? Pyeteni nëse I ka pyetur zyrtarët evropian gjatë takimeve. Pas samitit të gjeshëm në Tivat, vendet anëtare të BE-s deklaruan qartë se Ballkani Perëndimor I përket Evropës. Po ofrohen mekanizma që sjellin përfitime konkrete gjatë procesit të negociatave dhe jo vetëm pas antarësimit. Bëjmë thirrje që kjo mundësi të mos humbet, pasi bëhet fjalë për të ardhmen e shtetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Në ndërkohë, kancelari gjerman Merz dhe presidenti francez Macron propozojnë një model të integrimit gradual për vendet e Ballkanit Perëndimor, pasi të përmbushin kriteret e nevojshme. Kjo do të mundësonte qasje të privilegjuar në tregun e përbashkët evropian, pjesëmarrje në disa takime të institucioneve europiane, si vëzhgues pa të drejtë vote, si dhe përfshirje në programet e Bashkimit Evropian. Në Bruksel po shqyrtohen dhe propozime të tjera për përshpejtimin e procesit të zgjerimit dhe uljen e pengesave burokratike, ndërsa parimi kryesor mbetet zgjerimi bazuar në merita. Mesazhet u përcollën në samitin BE Ballkani Perëndimor në Tivat, ku theksua se Mali I Zi është vendi më afër antarësimit në BE, me mundësinë që kjo të ndodhë brenda 2 viteve të ardhshme. Liderët europian vlerësojnë se pas Malit të Zi, radhën e ka Shqipëria.